cilat ishin çudirat e këtyre rezultateve zgjedhore. Normalisht se shumë prej nesh, prej jush, mbeten gojhapur në momentin që pam rezultatet e zgjedhjeve. Padyshim se ne po presim edhe ballotazh tash, edhe zgjedhje të reja në atë kuptim, por që kur i pam rezultatet e KQZ-s Ardian, në të drejtën këtë herë mirë ishte, sepse nuk ishte probleme faqja e KQZ-s dhe për këtë u gëzuam. E marrin vesh më vonë sepse nuk ka pas probleme. Padyshim, andaj edhe Enisa si muhabet, por që ishte ndjenje mirë që sa herë hin edhe e bën refresh mos me ra faqja. Pra kjo ishte një ndër ndjenjat e mira. Bravo ekipit i cili ka punuar prapa këtij projekti, por sidoqoftë ishte për t'u habitur rezultati i shumë prej komunave. Po, në fakt, unë, kur e mendoja këto 2 ditë që ishim një ditë pas zgjedhjeve të arstëdimit e martë, fakt ne do të kemi sërish zgjedhje, sepse shumë pak komuna kanë fitu pa balotazh, pak të pri komunave të mëdha është vetëm Ferizaja i cili ka fituar pa balotazh, të tjerat këtë do të kemi edhe një herë në zgjedhje të balotazhit, dhe e dim që zakonisht 2 partitë politike të cilat do të garojnë ose do të ndeshen kokë me kokë, do të kenë një fushat pak më të ashpër normalisht për të arritur të marrin elektoratin e partive të tjera në mënyrë që të fitojnë se kush dele para. Ajo që ka është interesante është që fushatës do të ketë edhe marrëveshje. Problemi është që qytetarët a do t'i ndjekin partitë, as do t'i ndjekin është çështje tjetër. Ndodh shpesh, pikërisht për shkak të këtyre marrëveshjeve, që ai i cili ndoshta është 20% më lart se sa kandidati i dytë ta humb komunën. Domethënë nuk siguron kurrë asnjë votë që ka arrit deri më tani, nuk siguron asnjë kandidat në balotazh. Në balotazh janë kokë me kokë. S'po pajtohet. Po normalisht që nuk pajtohem, dhe është absolutisht gabim. Po ka ndodhur Jon. Ka ndodhur, mund të ndodhë. Ndodh gjithmonë. Një herë në 1 milion në vjet, por një herë në 4 vjet. Jo në këto zgjedhje. E pa në fakt ishte deklarata e kryeministrit Albin Kurti dje, kur doli në konferencën e tij të parë pas rezultateve dhe kishte bërë një renditje goxha të madhe të secilit prej qyteteve për të cilët thoshte se do të fitonte dhe nuk kishte lënë asnjë komunë jashtë. Pra njeri duhet me qenë edhe pak realist, unë mendoj. Dhe mu më vjen keq edhe për ata politikanë që dalin në për konferenca shtypi dhe thonë, këtu jemi sigurt. Mos bre se po duhet me na mbet një pikë fytyrë. Sovrani nuk të vetë. Mos se duhet me na mbet një pikë fytyrë edhe të hanën kur të shkojmë punë, edhe të martën, edhe të mërkurën, edhe pas 2 vjetëve edhe pas 4 vjetëve. Nga radhët e Partisë Demokratike, kandidati për kryetar komune Urani Ismaili kishte një video shumë të shkurt, shumë të qartë, tha do të shihemi në Prishtinë. Ju falenderoj të gjithëve për mbështetjen. Fair enough. E kështë bërë një video, si të qoftë. Zonja Qitaku ishte e bindur që do t'jetë në balotazh. Zonja Qitaku ishte e bindur që do të shkojë në balotazh. Jetë kam qenë e bindur edhe të thënë të drejta. Si të që të jetë. Bazuar në fushatën e tij, bazuar në ato që si voton elektorati dhe gjithçka tjetër. Në momentin që po e shohim, se si është atmosfera, se si është energjia, çka po na thonë rezultatet e KQZ-s, normalisht marr parasysh edhe rezultatet e exit polleve, duhet pak vish pak me neutralizu. Mirë ekip, Eriona gjatë këtyre 2 ditëve ke pse po guta për 2 orë me rezultatet e exit polleve kur KQZ-ja po na del me rezultate pas 2 orë.